Historia të cilën po e përmend ka kaluar në një lloj skematizimi. Shpeshherë është parë përmes ngjyrave bardhë dhe zi. A guxojmë këtë periudhë, në vitin 74, ta quajmë si një rilindje e dytë e shqiptarët? Në institucionet e Kosovës janë ndërtuar elitat shqiptare të Jugosllavisë. Po të bashkoheshin krejt territoret ku jetojnë shqiptarët në Ballkan, do të fitohej një shtet me mas pakti pakica kombëtare në botë. Unë përfaqësoj Partinë Parlamentare të Kosovës. Ibrahim Rugova është një personalitet që ndoshta simbolizon këtë kohë. Nëse ka pas një veprim konsensual të një elite politike, Albin Kurti nuk ka qenë pjesë e saj. Është ky doktor Ylber Hysa. Ylber, unë në emër të shikuesit falenderoj për këtë bashkëbisedim. Për këto dhe shumë të tjera, këtë të shtunë në ora 21 në KTV, në emisionin Fakte me Adnan Merovcin.